Jemi kthyer sërish në studio, do flasim për zhvillimet në Kosovë. Tashmë kemi disa nga listat publike të partive politike për garën e 28 dhjetorit dhe për analizuar emrat, risit, edhe pse shumë pak, kam kënaqësi të kem analista Gon Maliqi dhe Maliqi kënaqësi të kem në këtë bisedë. Faleminderit që bashkuat. Faleminderit për ftesën. Zoti Maliqi, si ju duken listat? Ka ndonjë gjë që është ndryshe shumë apo pak a shumë? Në rastin e vendosjes pra si partia kështu në që akoma mbetet në pushtet me atë mandatin e kaluar, duket sigurisht listë pothuajse identike me atë paraprakën, pra me aty këtu me dallime të vogla lëvizje vendesh, po asgjë politikisht përmbajtësore. Po çfarë do thotë kjo? Çfarë do thotë kjo? Kjo është shumë interesante Maliqi. Fakti që qëndrojnë 99%, 95%, ajta ndajmë sa doni ju, listës së 9 shkurtit. Çfarë dëshmon? Çfarë dëshmon të vetëvendosja? Dëshmon një lloj vetkënaqësie, do thosha, me pozitën ku janë, një farë lloj ngurtësie, ndoshta edhe do thotë besoj edhe Kurti, duke qenë se i morri, le të themi kështu kushtimisht, i morri zvarrin deputetët këtë vit dhe i çoi në këtë kurs politik të shpërbërjes së kuvendit. Pra, mendon të shkoj me të njëjtin ekip që i ndeti besnik gjatë kësaj sfide. E dyta është mungesa e prurjeve. Nuk ka shumë njerëz sot që, do të thonë të ri, që futen në listën e përveç disa analistë që u futën si pjesë e listës Guxo, pra të partnerit koalicionit të vetëvendosjes. Nuk është më ai trendi i figurave të reja, njerëzve që shohin të ardhmen te vetëvendosja. Po më shumë është i vardhë menaxhimi i atyre njerëzve që tashmë janë aty, i interesave të ndryshme që janë aty, pra vetëvendosja në fa forme më duket më shumë e vetkënaqur me pozitën që e ka, që besoj unë nuk është diçka që mund të sjellë rezultat më të mirë se nën shkurti. Në fakt me këtë lloj liste, besoj pas këtij viti kaq të rënd politik mund të shkoj vetëm ndoshta me do të mund të shkoj vetëm rënje. Mund shkoj në rënje thoni ju, nuk mund marr, nuk mendoj që do marr deputet sa mori në shkurt? Po nuk është, do të thonë nuk ka cila është logjika dhe arsyeshmëria, pra do thotë votuesve që e ndrojnë mendjen pro vetëvendosjes me atë që ka ndodhur këtë vit. E vetmja mundësi për rritjen e mandateve të deputetëve për vend do jetë çështja e pragut dhe fakti që për shembull nisma tani kësaj herë garën e vetme dhe me shumë gjatë nuk e kalën pragun dhe çështja e AK-s. Pra në rast se pra kuvendi mbetet vetëm me 3 parti shqiptare, atëherë rritet numri i deputetëve të vetëvendosjes, por jo përqindja të themi kështu në nivel kombëtar. Nga ana tjetër, shohim partitë opozitare? Çfarë shete këto? E shoh një përpjekje më të madhe për të bërë, domethënë për të ofruar diçka pak më ndryshe. Për shembull, ne kemi PDK-n si partia më e madhe opozitare dhe zoti Hamza, i cili është në pozitë tani kësaj here jo vetëm si kandidat për kryeminist, por edhe kryetar partie. Dhe ishte një lloj testi për të treguar se çfarë drejtimi dëshiron ta çojë partinë dhe se sa ka autoritet brenda partisë. Dhe lista që doli ishte besoj një kompromis relativisht i mirë i rrymave të ndryshme, po ajo që besoj është më përmbajtësore është që zoti Hamza i rezistoi, le ta themi, presionit prej një pjesë të, le të themi, gardës së vjetër të partisë për ta përfshirë Fatmir Limajin dhe Nismën në koalicion, duke treguar që pra është duke treguar një farë lloj autoriteti dhe një farë lloj aftësie për të menaxhuar brenda rrymave. E pam gjithashtu një pjesë të ish leadershipit të PDK-s, përfshirë me Mikrasniq, kryetari i cili nuk është fut fare në vetë ka hequr dorë nga ruari për deputet, duke u përqendruar vetëm në menaxhimin e fushatës dhe ekipin rreth me Krasniqit që janë tërhequr ose më mbrapa në listë ose por jo nga një lloj pakënaqësie,
por duke sipas tyre për t'i dhënë hapësirë figurave më të reja për të dalë më përpara në listë dhe për t'u përshëndruar në fitoren e partisë. Pra, e shoh një momentum, një unitet relativisht të mirë dhe një Bedri Hamzi i cili qysh në hapjen e tij të parë tregoi një lloj aftësie për menaxhimin e rrymave të ndryshme dhe le të themi kontestimin e një lloj ide të një pjese të gardës së vjetër të PDK-s që ndoshta do dëshiron të kthente partinë prapa në kohë. E kuptoj, duke qëndruar te PDK-ja, lënia jashtë me emri Krasniqi, ose më saktë, ndoshta ai vetë deklarua apo e la vetë Bedri Hamza jashtë, është tjetër histori kjo. Është lëvizje e mirë apo e keqe për PDK këtu? Unë mendoj që ka qenë lëvizje, nuk është i përjashtuar absolutisht, mendoj që Bedri Krasniqi vetë ka dashur që pra të tregoj, duke filluar nga dorë keqja e tij sekretar, ku mori përgjegjësi për disa le të themi dështimet në zgjedhjet lokale, të dëshmoj që dëshmoj besnikërinë ndaj partisë dhe ndaj vetes, duke e marrë një rol gjithsesi shumë e rëndësishëm si ai udhëheqësit fushatës. Dhe kështu që nuk mendoj që është një lloj ndëshkimi ose diçka e tillë. Po harruam të përmendim këtu LDK-n, gjithsesi është. Po, patjetër do ndalim LDK-ja patjetër se e kemi dhe listën e LDK-s, po thjesht duhet pyesja për zotin Krasniqi. Po, ndalim LDK-ja, zotin Maliqi, po. Kemi dhe listën e ekran. LDK-ja edhe ajo duke e nuhatur që pra duket shumë qartë që fryma elektorale në Kosovë është një lloj tendence më shumë drejt opozitës. Këtë tregojnë edhe sondazhet që janë bërë gjatë këtij viti, jo detyrimisht me përqindjet, po sa për shembull te pyetja kryesore se kë e fajsojnë votuesit për krizën politike të vitit të fundit. Një tregues është shumë interesant dhe pastaj do dalim në listën e LDK-s. Është që votuesit e partive ish opozitare e fajsojnë Kurtin e Vendosin, ndërkohë që votuesit e Vendosjes thonë se të gjithë kanë faj. Pra është një përgjithsisht ka një tendencë, një kritik brenda vetë votuesit të Vendosit që mund çojë deri te një lloj rrjedhje e votës prej saj, për shkak se edhe aty ka pak kënaqësi me mënyrën se zoti Kurti menaxhoi vitin e fundit, duke i pas 42% duke mos qenë afër për formuar qeveri. Një pjesë e partive opozitare po i nuhasin këtë mundësi dhe LDK-ja them unë është vërsulur në farë forme në sulm në disa qendra ku shes se ka mundësi për të rritur, për shembull në Prishtinë, ku edhe fitoi zgjedhjet lokale, duke futur edhe në listë në top 20 disa figura të reja, por edhe figura simbolike siç është Uk Rugova, djali i ish presidentit Rugova në vendin e 10, pra duke konsoliduar traditën me emra të ri dhe duke edhe ata e patën një kështu le të themi një patatë të nxehtë, një kërkesë nga Agim Veliu, i cili ishte pjesë e gardës së vjetër, ta them. Duke refuzuar për ta përfshirë atë në listë për shkak të një farë lloj perceptimi publik, pra kjo do të sinjalizonte që një farë formë rikthim të LDK-s së vjetra, zoti Abdixhiku tregoi që është i interesuar të shohë LDK-n përpara dhe jo të kthehet te figurat e vjetra, por gjithsesi duke i dhënë hise një pjesë të mirë të LDK-s së shkuarës, zoti Hoti është në vendin e 6 kryeministri, zonja Hikmete Bajrami kësaj herë është e treta në listë, si gruaja e parë e renditur, si figurë popullore, kështu që edhe të LDK-ja shohim risi, përpjekje për deportuar të votues të ri dhe një lloj aftësie të kryetarit Abdixhiku për t'i menaxhuar të rryma dhe për të futur në garë me një farë lloj fryme, me një farë vetë besimi, sepse çështja e Fatmir Limaj dhe Nismës ishte opsion edhe për LDK-n për ta futur në listë. Me shumë gjas Nisma kishte kërkuar shumë emra për të futur në listë dhe LDK i rezistoi kësaj. Që tregon se po futem me vetbesim, sepse nuk është pak të refuzosh dikë si Lima, i cili ta sjell një numër caktuar votash dhe gara mes LDK-s dhe PDK-s është ajo për është një farë mini gare dhe mes partive të ish opozitës për atë se kush mund të jetë një farë forme, kush mund të ketë më shumë vota për të qenë eventualisht në mandatar nëse Kurti dështon të bëjë qeveri. E kuptoj, ndërkohë Ramush Haradinaj. Zoti Haradinaj po e bën një bast shumë të madh dhe me pragun, do të thotë ai e ka votën shumë të disiplinuar dhe të koncentruar në një rajon të veçantë.
ka sfidën gjithashtu tjetër që historikisht çfarë fut figurat e tjera gjithmonë në risi. Kësa herë i ka kthyer disa, si Zotin Burim Ramadani, disa analistë, Zotin Akim Çeku, ish kryeministri i Kosovës. I ka në listë që mund të janë njerëz figura popullore që mund të sigurojnë vota. Por historikisht votën e saj e marrin Zoti Haradinaj, Zoti Daut Haradinaj dhe një numër relativisht i vogël njerëz më të afërt të tij. Që i ka dekuraju shpesh figurat të tjera të jenë pjesë të listë AK-s. Por AK-ja ka sjell risi, ka sjell emra të ri. Do të mbetet shihet se sa do të ketë mundësitë për ta mobilizuar, për ta kaluar pragun, sepse kjo është mendoj një ndër çështjet më të rëndësishme që mund të përcaktoj zhvillimet. Për ju e kalon AK-ja pragun? Për ju? Unë mendoj se po do duhet ta kalonte, do të jetë afër. Sepse shumë çka besojmë varet edhe nga niveli i daljes në zgjedhje. Votuesi i AK-s është përgjithsisht më i disiplinuar. Mendoj që nëse ka dalje më të ulët, atëherë kjo dalje do të reflektohet më keq në vendosjen se sa në partitë të tjera. Okej, duke u ndalur pak tashmë tek frika që të gjithë kanë, që në 29 dhjetor do të jemi sërish në një situatë. Ku jemi tashmë që do kemi një forcë fituese më parë, pa krijuar dot mundësinë për të bërë shumicën, pastaj partitë të tjera që do kenë ato nga një përqindje të caktuar. Sa reale është kjo frikë që mund të jemi sërish në 29 dhjetor në këtë situatë dhe mos formojmë do qeverinë, apo mendon që e kanë krijuar pjekurim partitë politike për mos i dhënë Kosovës një 10 milionë tjetër të tillë? Mendoj që ky vit nuk është se ka lënë një gjurmë shumë të madhe dhe i ka dhënë disa mësime. Mendoj që partitë do të reflektojnë shumë më shumë mbi nevojën për ndërtuar konsensus. Mendoj që shumë çka varet nga jo vetëm nga balanci që është mes vendosjes dhe kampit të tjetër të skenës politike në kuvend, po shumë çka do të varet edhe nga arritja e numrit 80 për quorum për presidentin. Pra nevojitet vetëm quorum, jo 80 vota, por vetëm që 80 deputet të ri në kuvend në pranverë për ta zgjedhur presidentin. Mendoj që do të ketë një rezultat sërish që nuk do të ofroj qartësi të menjëhershme, por besoj që jam personalisht shumë dyshoj që partitë do të jenë gatshme, do të kenë apetit të futen në edhe një cikël zgjedhor, duke qenë se i patëm zgjedhjet lokale edhe nacionale, pra instinkti dhe impulsi tyre do të jetë që të gjithën në një zgjidhje. E kuptoj, padyshim, ju jeni nga ata njerëzit që besoni që do jemi në një situatë apo jo? Unë mendoj që do ketë krizë, do ketë vështirësi për të arritur konsensus, sepse është mbështetje shumë i përqarë, por mendoj që në fund një lloj marrëveshje do të ketë. Dhe këshini më të mundshme, në skenarët më të mundshëm. Atëherë po ja bëjmë VV LDK, VV PDK, PDK LDK. Unë i shoh kryesisht dy skenar ma të mundshëm. Një është bashkëpunimin e ish-partive të opozitës, sepse vijat ndarëse në mes të kampeve janë shumë të mëdha rreth çështjeve që janë jetike me interes strategjik. Pra marrëdhëniet me Bashkinë Ndërkombëtare, izolimi i jashtëm i Kosovës. Do ju pyes edhe për letrën e Bedri Hamzës, ajo është tamam lëvizje tipike elektorale, do ta quaja unë. Pra është shumë më pak dallime brenda kampit opozitar, gjithsesi aty ka rivalitete, pakënaqësi, por shoh një frym që mund të pra gjithsesi kjo do të varet edhe nga numrat që mund t'i kenë. Në rast se nuk i kanë numrat, atëherë gjithçka tjetër është e mundur, varet pastaj nga zoti Kurti, se sa do të jetë i gatshëm që t'i jap hise ndonjë partneri dhe u pa qartë që ai nuk mund të qeverisë më në Kosovë pa i dhënë një hise të pushtetit pak të njerëz i partive shqiptare, secila prej këtyre atëherë në këtë rast do të mund të ishte kjo, do jetë PDK-ja apo LDK-ja, këtë sinqerisht nuk mund ta parashoh. Okej, ndërkaq ndalim pak tek lëvizja e Bedri Hamzës. Si u duk kjo lëvizje? Unë thash, më duk tipike elektorale për të treguar
që ne jemi për te gjithë e kërkojnë të bjerë në Kosovë, ose duhet hiqen sankcionet, për ju si ishte? Zoti Hamza po mundohet të paraqitet si lider konsensual. Mendoj që kanë nuhatur edhe ai dhe një pjesë e mirë të këndjes politike që polarizimi çon deri në një pikë, ta sjell atë bazën tënde militante, por jo më shumë se kaq. Dhe partitë tani po mundohen të diferencojnë. Zoti Hamza po mundohet të apoqojë mesazhin që është një njeri konstruktiv, që PDK-ja është parti që do të shikoj të krijojë zgjidhje nga këtë situata dhe jo bllokime, dhe tregon një farë hapje ndaj gjitha opsioneve. Mendoj që është taktik politike, kështu elektorale, sepse vërtet besoj që ai votuesi që është i papërcaktuar në këto rrethana është mjaft i mbledhosur me gjithë skenën politike dhe do të shikoj të gravitoj drejt kujdo që ofron ndonjë lloj zgjidhje dhe nuk është faktor bllokues, dhe mendoj që në këtë kontekst do të parë lëvizjet e Hamzës, retorika e tij, paraqitja e tij si lider konstruktiv, bashkëpunues, edhe si formë kontrasti me Kurtin, i cili shihet që është polarizues. Zoti Maliqi, duhet dalim në një temë që faktikisht kemi diskutuar edhe me shumë kolegë tjerë. 28 dhjetori, kur caktuar data kemi diskutuar atë, po doja ta sjell me ju për të pasur një këndvështrim tuaj. Shumë kush thotë që okay, ose më saktë vendosja është shumë e lumtur sepse do vi diaspora dhe do kenë më shumë vota. Nga ana tjetër, është dhe palë tjetër që thotë që dy qytetarët janë lodhur me zgjedhje. Zgjedhje 4 në një vit dhe frika është 28 dhjetori, pushimet, viti i ri, që shumë prej tyre mos dalin dhe ndoshta partia fituese do të jetë bojkotuesit, ajo do të jenë partia vërtet fituese këtyre zgjedhjeve. Ju te kush grup bëni pjesë? Te grupi të paqartëve, sepse vërtet dhe kjo do të jetë sfida kryesore që kam dëgjuar tani edhe nga anketuesit që merren me këtë punë, është se ti mund të anketosh sot elektoratin Kosovë, por nuk do jetë ajo njëjta trup votuese prezente në dhjetor. Në dhjetor do ketë shumë më shumë diasporë dhe do ketë ndoshta më pak njerëz që janë banorë të rregullt të Kosovës që do jenë me pushime diku jashtë, pra nuk mund ta kemi një pasqyrë të qartë të strukturës elektoratit, po ajo që është e vërtetë është që ka një lloj dekurajimi, ka një lloj zhgënjimi, dhe mendoj që në këtë lloj fryme rreziku më i madh është për vetëvendosjen, sepse mund të ketë një lloj votuesi i cili i ka dhënë besim 2 herë me radhë, dhe pas vitit të fundit ndoshta nuk mund ta shikoj opozitën si alternativë, po të paktën mund të mos dalë. E thash më herët, pyetja më e rëndësishme në sondazhet e këtij viti ka qenë ajo që votuesit e vendosjes, një pjesë mjaft e madhe e tyre, mendojnë se të gjitha partitë kanë fajin dhe pra e përfshin vendosjen te pala që ka faj. Ndërkohë që e kundërta është e partitë ish opozitës, aty janë pothuajse të gjithë më homogjen në fajësimin e Kurtit. Kështu që unë mendoj që do të ketë një dalje më të ulët se herët e tjera, po gjithsesi do të ketë dalje, sepse pra përveç ku diun Big Brotherit, kjo është tema tjetër e vetme që dominon Kosovë dhe njerëzit në fundit do të dalin, do të mobilizohen në atë ditë, por jo me një entuziazëm siç ka qenë në nënshkurt. Pra e thonë që faturën më të madhe nga këto 10 muaj zvarritje e paguan vetëvendosja. Më shumë se partitë e tjera. Më shumë. Tani se sa më shumë, pastaj kjo do mbetet për të parë në datë 28, por pa dyshim për ju, vetëvendosja ka faturën më të madhe. Po zgjedhjet lokale, mendoni të kenë ndikim, edhe pse në Kosovë janë shumë ndryshe, dhe ju e njihni shumë mirë realitetin edhe në Shqipëri, që zgjedhjet lokale, ato për komuna, në Shqipëri janë politike mirëfillte, edhe pse janë individë që garojnë Kosovë shumë ndryshe. Mendoni të kenë ndikim rezultati i tyre? Mendoj që e patën një ndikim në javët e para me njerë mas zgjedhjes, për shkak se një farë forme, dhe këtu bishte një gabim i partia ish opozitës, e kthyen në zgjedhjet e Mitrovicës se një farë lloj referendumi kombëtar dhe aty Kurti doli mirë dhe krijon një lloj narracioni të fitores, por po të shikohet në pasqyrë të gjerë ka sinjale negative për vendosjen në rrafsh kombëtar, që edhe pas 4 viteve pushtet Mezi ka ardhur t'i marrë 2-3 komuna të tjera dhe atë kryesisht
për shkak të në rastin e Mitrovicës investimit masiv politik të kurtit në veri dhe në rastin e dy komunave tjera disa ndërmarrje publike që i kanë marrë kontroll dhe ka më shumë ndikim të votuesit lokal. Pra nuk ka në rritje të madhe në nivel lokal, komunat e mëdha vazhdojnë të mbesin kryesisht në qeverisin e opozitës dhe kjo ju jep atyre një farë forme më shumë resurse, asete në dorë. Kështu që një farë forme rezultati i zgjedhjeve lokale kishte pothuajse një barazim. Ajo që mendoj që mund të ketë rol më të madh kësaj herë në zgjedhjet kombëtare është le të themi mundësitë më të kufizuara të zotit Kurti për ta përdorur çështjen e veriut si kartë elektorale. E para për shkak të le të themi angazhimit pak më të madh ndërkombëtar për të frenuar gjëra të tilla dhe e pa më një herë se përfshi ambasadë amerikane është përsin deklaratave me cilat vinë nga jashtë për çfarë do përpjekje të zotit Kurti në veri dhe për faktin që atje tashmë ka filluar një tranzicion i pushtetit të lista serbe dhe një farë forme ka filluar të zbehet narracioni ai militarist thuajse të themi i çlirimit të veriut teksa veriu gradualisht fillon të kthehet në normalitet dhe atje normalitet do të thotë që serbët që janë aty dhe do të fillojnë gradualisht të kthehen institucione. Kështu që nuk mendoj që veriu të paktën deri tani, do të thonë do të jetë një lloj do të jetë një farë lloj arme elektorale e tillë siç ka qenë për ta zënë në shkurt. Ndërkaq, duke u ndalur në fund tek përmendën pak më parë të zgjedhjeve e presidentit. Mendojnë që partitë pas datës 28 do të bëjë llogari për të bërë koalicion duke përfshirë edhe presidentin apo jo? Është detyrueshme. Pra kjo është një lloj kjo është e pashmangshme. Gjithsesi do ta kenë këtë në mendje. Do thotë është një pyetje që cilës nuk mund t'i iket. Që çfarë do formule që do të jetë për qeverisje duhet ta ketë edhe përgjigjen te pyetja se si do të sigurohen në prill 80 vota përqind prezente në kuvend. Okej. Zotë Maliqe, shumë faleminderit. Kënaqësi të kisha në këtë bisedë. Ju uroj një javë sa më të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit mirë. Ishte Ago Maliqi në këtë bisedë shumë interesante ku munduam të realizonin pak listat e partive në Kosovë për zgjedhjet 28 dhjetorit dhe atë çfarë pritet ndodh më pas. Okej, do shkojmë në një ndërprerje shkurtër publicitare. Jemi në pritje të nisjes së mbledhjes së grupit Partisë Demokratike.